Teksa zgjedhjet afrohen, kandidatët vazhdojnë me fushat edhe më intenzive në emisionin Debat në Shenja. Programin e tyre kanë shpalosur kandidatët për komunën e Likovës. Kryetari aktual njëherët kandidat edhe për një mandat nga Aleanca Kombëtare për Integrim, Erkan Arifi, duke numëruar projektet e realizuara në 8 vite sa ka qenë kryetar, u ndal dhe foli edhe për projektet që i ka në plan për t'i zhvilluar në rast se fiton 4 vitet e ardhshme. Një ndër temat që preku Arifi është zhvillimi ekonomik për të ndalur migrimin dhe ikjen e të rinjeve, që është dukuri që ka prekur thuajse të gjithë fshatrat e komunës së Likovës. Që do vinë investitor nga shtetet e ndryshme, por ajo mbaret nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga drejtoria e tërë zonave, ku me përgjegjësi të madhe them që 18 muaj aty ajo drejtori nuk e ka lëvizur asnjë gur. Edhe pse kam kërkuar takime atje, jemi takuar, në aspekt administrativ nuk ka lëvizur asnjë fazë ku ju kam drejtuar edhe me shkrim, dhe ajo është për momentin si proces të cilën jemi të stagnuar. Ndërkaq, kandidati i koalicionit Vlen Nexhmedin Sadiku tha se në platformën zgjedhore të përgatitur për Likovën janë 14 kapituj, nga të cilët 7 janë prioritet, ndër të parat që sipas Sadikut është prioriteti pa mohueshëm është uji i pishëm. E dyta është infrastrukturë moderne që lidh të gjitha fshatrat dhe vendbanimet. E treta, që është ajo më e rëndësishme, është zhvillim ekonomik i qëndrueshëm për të sjellë investime dhe punësim. Sepse, kemi thonë edhe më herët, deri tani, asnjë investim sipas regjistrit qendror të investimeve të huaja nuk ka hyrë në komunën e Likovës. Ndryshe, zgjedhjet lokale do të zhvillohen në 19 tetor, ndërkaq gara për komunën e Likovës pritet të përfundojnë nga rrethi i parë, sepse në të njëjtën garojnë vetëm 2 kandidat, Erkan Arifi nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe Nexhmedin Sadiku nga koalicioni Vlen.